Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të pranishëm të nderuar, më 17 qershor në sallë jemi 102 deputet, konstatoj se kemi quorum dhe mund të vazhdojmë me pikën e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Më 17 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Serbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një antar për komisionin përkatës. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj AK-n Nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit. Nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e një deputet kanë dhënë votën për, kundër ka qenë 1, abstenim nuk kemi quorum, të shihemi 21/6/2005 në orën 10:30.